Jo, përshëndes nga kjo e diel ku do të ndajmë bashkë zhvillimet e ditës. Do ndalemi tek turizmi, pas çeljes së sezonit veror. Himar Avion të mbetet e preferuara nga turistët e huaj. Për qytetin bregdetar thonë se kanë lexuar nëpërmjet internetit, por dhe ju kanë rekomanduar miqtë e tyre që e kishin vizituar më parë me premtimin për t'u rikthyer përsëri. Himar Avion të mbetet e preferuara nga turistët e huaj edhe për gjatë pranverës. Megjithëse temperaturat nuk kanë qenë shumë të favorshme dhe plazhi ende nuk ka nisur, në Himar kanë ardhur me dhjetra të huaj pas çeljes së sezonit turistik. Ata vijnë kryesisht nga Greqia, Anglia dhe Danimarka, por edhe nga çdo tjetër vend i botës, të cilët kryejnë ture në Shqipëri dhe kur kalojnë në jug vizitojnë dhe Himarën duke qëndruar për pak net aty. Për qytetin bregdetar thonë se kanë lexuar nëpërmjet internetit, por edhe ju kanë rekomanduar miqtë e tyre që e kishin vizituar më parë. Gjatë vizitës tyre në Himar, tregoj se kanë mbetur të magjepsur pasi qyteti i vogël bregdetar u pëlqen shumë. Të preferuar shprehen se kanë detin dhe natyrën e bukur, teksa të mrekulluar tregoj se kanë mbetur edhe nga klima, ushqimi por edhe nga mikpritja e banorëve. Premtojnë që në Himar do të rikthehen sërish dhe do ta sugjerojnë tek miqtë e tyre si destinacion turistik. From England. Unë vi nga Anglia, kam jetuar për një kohë të gjatë në një zonë pranë Manchester. Jam në Himar për një fundjavë të gjatë për shkak se tani kemi patur pushime. Është hera ime e parë që jam në Himar. Partnerja ime është këtu për herën e 10 apo të 12. Unë jetoj në Shqipëri. Në Tiranë kam rreth 5 vite që jetoj aty për shkak të punës që kam. Tirana na pëlqen shumë, është një kryeqytet i madh që po rritet më shumë, edhe një qytet shumë i ngarkuar. Kur erdhëm për herë të parë në Tiranë ishte qetë, por tani po rritet dhe infrastruktura, ndaj ne preferojmë të lëvizim. Preferojmë të vizitojmë Qipron, Sarandën dhe Butrintin, që është i mrekullueshëm për ne. Është hera ime e parë në Himar, por më pëlqen shumë, për më tepër mund të pyesni të dashurën time, pasi ajo e di më shumë. Me siguri që do të rikthehemi në Himar. We've come from London. From London. Yeah. Is the first time Unë vi nga Londra, jam për herë të parë në Himar. Kam zgjedhur Himarën këtë radhë për shkak të detit, klimës së mirë dhe pamjes së mrekullueshme. Shqipërinë e zgjedhëm për ta vizituar pasi pam nëpërmjet internetit. Ky vend na pëlqen shumë. Më parë kemi qenë në Tiranë, ndërsa tashmë jemi në Himar. Jam këtu me të dashurin tim, Kevin. Me siguri që Shqipërinë dhe Himarën do ta rekomandojmë tek miqtë tanë dhe sigurisht do të kthehemi sërish këtu. For the first time. Ne vim nga Danimarka, jemi për herën tonë të parë në Himar. Zgjedhëm këtë qytet pasi kemi miqtë tanë që kanë qenë këtu vitin e kaluar dhe na thanë se ky qytet është i mrekullueshëm. Kemi qëndruar në Himar për 3 ditë. Fatkeqësisht ne largohemi sot. Më parë kemi qenë në Përmet dhe Ksamil. Dhe unë sugjeroj Himarën tek miqtë e mi, shpresoj që të kthehemi përsëri këtu. Himara pak nga pak po ndryshon nga realiteti i dikurshëm i një qyteti bregdetar ku vite më parë të shumt në numër e vizitonin vetëm turistët e huaj nga Greqia. Si një destinacion i pazbuluar ende plotësisht, Himarën tashmë vizitojnë decina turistë çdo muaj nga vende të ndryshme të botës edhe në pranverë, ndërsa për gjatë verës numri i tyre shumëfishohet nga viti në vit. Do të ndalemi tek viti i kaluar, ku ka nisur dhe punimet restauruese në Kalan e Kaninës, të cilat priten të përfundojnë brenda 2 muajve, ndërsa janë përqendruar kryesisht nga ndërhyrje gjeologjike tek ato konservuese. Mësohet se brenda këtij sezoni turistik, Kalaja do të presë vizitor dhe turist. Në majën e një kodre panoramike 3 kilometra larg qytetit të Vlorës ndodhet Kalaja e Kaninës, e cila pas një procesi gati 1 vjeçar restaurimi pritet të hapet brenda këtij sezoni turistik për vizitorët vendas dhe të huaj. Restaurimi i Kalas ka nisur në maj të vitit të kaluar me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe një fondacioni të huaj kulturor. Burime nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë bëjnë me dije se punimet restauruese në Kalan e Kaninës pritet të përfundojnë brenda 2 muajve. Kryesisht ato janë përqendruar nga ndërhyrjet gjeologjike tek ato konservuese. Brenda mureve të Kalas tashmë po marrin formë hapësira të reja funksionale, si një zyrë informacioni, një si shërbimi për turistët, një teatër i hapur dhe hyrje të mirë strukturuara të pajisura me tabela orientuese, të cilat synojnë jo vetëm ruajtjen e trashëgimisë, por dhe transformimin e Kalas në një eksperiencë të plot kulturore. Përveç vlerave historike dhe arkeologjike që Kalaja e Kaninës ka, pas restaurimit do të kthehet në një prej destinacioneve më të preferuara për vizitorët vendas dhe të huaj në qytetin bregdetar.
Mësohet se aktualisht po kryen punimet e fundit dhe brenda këtij sezoni turistik ajo do të pres turistët. Rritja e numrit të vizitorëve në këtë kala vitet e fundit ka ardhur dhe si pasojë e rikonstruksionit të rrugës të fshatit Kanin. Ndërkohë që gjatë punimeve për restaurimin e kalas u zbuluan dëshmi të reja që hedhin dritë mbi të kaluarën e pasur të këtij siti. Kanina është një ndër sitet më të rëndësishme arkeologjike për shkak se fillimi i ndërtimit të saj i përket periudhës qytetare ilire dhe ka një vazhdimsi të pandërprer banimi për gjatë gjithë shekujve. Struktura e ndërtimit të saj evokon ngjashmëri me objekte të tjera si kalat e Beratit apo Durrësit. Në horizontin e Vlorës, ku historia dhe natyra bashkohen, kalaja e Kaninës po përgatitet të pres vizitorët, jo vetëm si një monument i së shkuars, por si një destinacion i gjallë që rrëfen histori të reja çdo ditë. Vazhdojnë punimet restauruese edhe në kalane e Boshit, të cilat janë përqendruar në përforcimin e masivit shkëmbor, mbi të cilin ngrihet xhamia, stabilizimin e shpatit, si dhe ndërhyrje përforcuese në rrugën hyrëse të Kalas, me qëllim rritjen e potencialit si destinacion kulturor të Kalas. Në Kalan e Boshit prej disa muajsh po vijojnë punimet restauruese, të cilat janë përqendruar në përforcimin e masivit shkëmbor, mbi të cilin ngrihet xhamia, stabilizimin e shpatit për sigurinë e vizitorëve, si dhe ndërhyrje përforcuese në rrugën hyrëse të Kalas për të përmirësuar aksesin. Kemi të bëjmë me një sit i cili lidhet me histori, gjetje, mure perimetrale të deri 2500 vjetëve më parë. Po, datojnë që për 2500 vjetësh përpara fillimit qytetërimit në Bosh dhe më pas në një periudhë të caktuar në periudhën bizantine, muret janë reduktuar dhe kemi këtë mur rrethues të kësaj kalaje që ne po vizitojmë sot, ku gjatë periudhave të ndryshme ka patur shumë ndërhyrje për duke dëmtuar shumë kalan, por gjatë kësaj ndërhyrje restauruese që ne po kryem tashmë kemi sjell në dritën e vizitorit të gjithë elemente që ka patur kjo kala. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha inspektoi punimet që synojnë jo vetëm ruajtjen e monumentit, por edhe garantimin e sigurisë së tij afatgjat. Fillon që nga sigurimi i aksesit për në kala dhe sigurimi i rrugës hyrëse për në kala, përforcimi i shkëmbit, mbi të cilën është mbështetur xhamia, i cili është shumë i aksidentuar, edhe konservimi strukturor, stabilizimi strukturor i xhamisë, e cila kishte çarje të shumta që rrezikonin edhe dëmtimin e vetë xhamisë, por edhe pikturat që ka brenda, dhe stabilizimi strukturor në disa nga pikat e kalas e mureve të cilat ishin të dëmtuara dhe kishin çarje të mëdha, si dhe konservimi i të gjithë mureve perimetrale, por të gjitha strukturave që janë brenda. Kemi të bëjmë një objekt i cili lidhet me histori, gjetje, mure perimetrale të 2500 viteve më parë, tha ministri duke inspektuar Kalan e Boshit, ku gjatë periudhave të ndryshme ka patur edhe ndërhyrje, të cilat edhe kanë dëmtuar Kalan. Nuk është fjala për një projekt do si do, që këtu bëhet fjalë për një edhe nga pikpamja e kontraktorit dhe pikpamja e kontratës, pra një kontratë shumë delikate, me shumë licenca dhe eksperiencë restaurimi. Këtu ka qenë nevojshme të kemi shumë ekspertizë, meqense është kaq i rrallë dhe i vështirë dhe i komplikuar si proces. Ne kemi ekipin e ekspertëve të konservuesve, të cilët merren me konservimin e pikturave murale që janë brenda në xhami. Ndërhyrja aktuale është shumë komplekse, pasi vështirësitë fillojnë që nga sigurimi i rrugës për në kala, përforcimin e shkëmbit mbi të cilin është vendosur xhamia, si dhe stabilizimin strukturore të tjera. Një komponent i rëndësishëm i projektit është po ashtu edhe stabilizimi strukturor, si dhe konservimi i vetë kalas, rjetëzimi i mureve, bedenave, si dhe restaurimi i xhamisë, ku po kryen ndërhyrje në murator, përforcim të elementëve të dëmtuar, si dhe restaurim të pikturave murale, duke ruajtur autenticitetin si dhe vlerat historike të saj. Paralelisht, procesi pastrimit të bimësisë dhe largimit të materialeve të rënojave kanë nxjerrë në dritë element të rinj me rëndësi të veçantë historike, siç janë sterat për mbledhjen e ujit të shiut, gjurmë të ndërhyrjeve të fillimit të shekullit të 20, si dhe struktura edhe më të hershme që pasurojnë leximin historik të sitit. Gjatë gërmimeve sondazhe arkeologjike, ne kemi gjetë një numër shumë të lartë banesash, të cilat variojnë nga 1 deri në 2 kate, të cilat në disa 3 prej tyre kanë edhe stera uji. Që ka dalë në dritë komplet totalisht dhe
Ndërkohë njerëzit nuk e dinë këtë gjë, prandaj edhe ne jemi këtu sot dhe bëmi një inspektim që nuk është vetëm teknik, por është edhe promovues, por që nga jashtëzakonshme tani Pervin e kupton vetë nga pikpamja e bashkisë çfarë rëndësie ka kjo për turizmin dhe për aksesibilitetin e atyre që duhet vinë këtu në momentin që pushojnë në Himar apo kudo në Shqipëri, nëse është e mundur, pra kemi poshtë nevojë për parkim, kemi nevojë për një sistem me bagi, ndoshta elektrike se malorja ishte shumë e fortë, për të ndihmuar ata që janë më të moshuar ose me fëmijë, dhe duhet bëjmë gjithçka mundemi që ta bëjmë të aksesueshme. Nuk duhet të harrojmë edhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit për punën e shkëlqyer që bën, që është një nga zbatuesit më të mirë në Republikë. Duhet ta përmendim edhe rëndësinë që fondi po i jep këtyre projekteve dhe duhet vazhdojmë me këtë rrugë. Këto zbulime tregojnë se ndërhyrja shkon përtej restaurimit fizik, duke kontribuar edhe në njohjen më të thellë të historisë së Kalas, si dhe rritjen e potencialit të saj si destinacion kulturor. Punimet po zbatohen duke u monitoruar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Vlorë, fal edhe financimit nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Synohet edhe vijimi një menaxhimi të integruar me Bashkinë e Himarës për transportin e gjelbër të turistëve, përmirësimin e lagjeve poshtë Kalas, si dhe promovimin turistik. Do të ndalemi pikërisht tek arsimi ku Shkolla Industriale në Vlorë ka nisur një bashkëpunim me një nga kompanitë më të mëdha italiane dhe botërore në ndërtimin e anijeve Fincantieri, e cila pritet të vendoset në Pashaliman. Drejtori i shkollës Gentian Boçi e cilëson këtë si një lajm pozitiv për arsimin profesional dhe vlerëson krijimin e mundësive të reja të punësimit. Shkolla Industriale në Vlorë ka nisur një bashkëpunim me një nga kompanitë më të mëdha italiane dhe botërore në ndërtimin e anijeve, Fincantieri, e cila pritet të vendoset në Pashaliman. Kompania ka formalizuar tashmë bashkëpunimin me Shkollën Industriale të qytetit, ndërsa gjithçka konfirmohet edhe nga drejtori i shkollës Gentian Boçi. Ky i fundit e cilëson këtë si një lajm shumë pozitiv për arsimin profesional, por mbi të gjitha për vendnxënësit, të cilët do të kenë mundësinë të zhvillojnë praktikën profesionale pranë kompanisë dhe më pas të krijojnë mundësi reale punësimi. Ne kemi filluar bisedimet, jemi duke folur me firmën shtetërore të armatimit, me firmën Kajo, e cila ka qenë 2 herë prezente në shkollën tonë, për të vendosur piketat për bashkëpunimin me këtë kompani, po edhe me kompaninë italiane, e cila do ndërtoj anije, që është Fincantieri. Duhet të theksoj këtu që Fincantieri është një kompani që prodhon të gjitha gamën e mjeteve detare, të gjitha fillon që nga jahte, tragetet, anijet e madra, anijet luftarake, luftanijet, ndecet, i ka të gjitha në gamën e prodhimit saj. Një kompani me 18 ndërmarrje në gjithë botën, me rreth 24.000 punonjës, të cilëve shumë shpejt do të shtohet dhe nxënësit e shkollës industriale, dhe askush më shumë se sa nxënësit e shkollës industriale, për shkak të profesioneve që ofron shkolla, nuk përputhet më mirë me prodhimin e këtij kantieri, pasi të 5 degët e shkollës tonë do jenë pjesë e këtij kantieri dhe jemi duke diskutuar, edhe dje patëm një takim, jemi duke diskutuar për mënyrat e bashkëpunimit. Bashkëpunimi do jetë i gjithanshëm, do ketë punësime të menjëhershme me hapjen e kantierit, që do jenë ish nxënësit e shkollës industriale, pasi për shkak të proceseve të prodhimit dhe të rezultatit të prodhimit, të çdo gjë duhet të jetë e certifikuar dhe të gjithë ata që duhet punojnë duhet të jenë të licencuar dhe të certifikuar. Do ketë pastaj praktika profesionale gjithvjetore të klasave të caktuar apo të nxënësve të caktuar me firmën në Pashaliman, dhe kjo në bazë të një kontrate me Fincantierin. Do ketë pastaj ndërhyrje në kurrikula dhe zhvillim kurrikulash nga Agjencia Kombëtare e Arsimit Profesional dhe Shkolla, që t'i përshtati me teknologjinë e re të këtij kantieri. Do ketë pastaj dhe mbështetje nga Fincantieri për zhvillimin e praktikave në shkollë, por edhe deri te bijagëzimit në shkolla si motra italiane, me të cilat Fincantieri bashkëpunon në Itali. Të gjitha këto janë duke u studiuar, sot pikërisht kemi dërguar një fizionomi të plot se çfarë ndodh në shkollën industriale, duke filluar që nga kurrikula, degët, profilet, mundësitë, certifikimet dhe të gjitha me radhë. Dhe shumë shpejt pritet që ndoshta brenda një muaji
të kemi një takim me kryeministrin, ku do jetë i pranishëm e kryeministrit për firmosjen e kontratave të bashkëpunimit, kontratë që fillon me hapjen e kantierit, që besoj do hapet nga fundi këtij viti. Arsimi profesional mbetet një nga zgjedhjet më të preferuara të të rinjve. Nga viti në vit po krijojnë mundësi të reja punësimi, ndërsa bashkëpunime të tilla me kompani të rëndësishme ndërkombëtare risin ndjeshëm perspektivën e nxënësve për t'u integruar në tregun e punës menjëherë pas përfundimit të studimeve. Fundi i muajit maj ka shënuar një rritje të lehtë të numrit të vizitave në urgjencën pediatrike të Fierit. Pas intensitetit të virozave gripale ka rënë ndjeshëm, tashmë janë tonsilitet ose siç quhen ndryshe infeksioni i bajameve që po prekin fëmijët sipas mjekut pediatër Baftiar Ysenaj. Fundi i muajit maj ka shënuar një rritje të lehtë të numrit të vizitave në urgjencën pediatrike të Fierit. Pasi intensiteti i virozave gripale ka rënë ndjeshëm, tashmë janë tonsilitet ose siç quhen ndryshe infeksioni i bajameve që po prekin fëmijët. Sipas mjekut pediatër Baftiar Ysenaj, në qarkullim janë 2 lloj tonsilitesh dhe vetëm në raste me temperaturë të lartë rekomandohet antibiotiku. Në urgjencën pediatrike të Spitalit Ranair Fier kemi situatë të qetë, pak a shumë kemi mesatarisht të 60-65 vizita në ditë. Në përgjithësi kanë qenë gjendje të mesme, gjendje nuk kemi patur, shumica marrin bekim ambulator dhe kthehen në shtëpi. Në këtë periudhë kemi pasur në mas të flasim kryesisht tonsilite, të cilat shoqërohen me temperaturë të lartë, me dhimbje grykësh, me vështirësinë e gëlltitjes, si dhe virozat të traktit digestiv, siç janë gastroenteritet. Temperaturën e lartë japin tonsilitet, që në përgjithësi janë bakteriale, janë nga streptokoku grupit A. Por kemi dhe tonsilite virale. Moti i paqëndrueshëm i pranverës si shoqërohen me ndryshime të forta të temperaturave të ajrit kërkon sipas mjekëve kujdes të veçantë për të vegjëlit. Shmangja e ekspozimit në diell për fëmijët është rekomandimi i përsëritur i mjekëve pediatrë krahas ushqimit të shëndetshëm për të përballuar më lehtë virozat që priten në vazhdim. Një ditë bën ftohtë, një ditë nxehtë. Duhet shmangur dalja me fëmijët në orët e piku dhe ushqim shtëpie, jo fast food. Gjatë fundjavës në urgjencën e Spitalit të Fëmijëve në Fier u paraqitur mbi 100 pacientë vegjël, ku pjesa më e madhe me temperaturë të lartë shkaktuar nga bajamet e infektuara. Trajtimi mjekësor për këto sëmundje përqendrohet në medikamente dhe në rastin e temperaturës së lartë rekomandohet antibiotik. Policia kufitare në bashkëpunim me njësinë policore detare ka ndërhyrë menjëherë duke bllokuar një mjet lundrues jet ski dhe ndëshkuar drejtuesin me masë administrative që kishte hyrë në afërsi të bregut në zonën e Karabrunit duke shkelur jo vetëm perimetrin e sigurisë, por dhe rrezikuar jetën e pushuesve. Pas konstatimit, mjeti lundrues u ndalua pranë molit të peshkimit në territorin e Triportit. U raportua në policinë e shtetit nga pushuesi se kishte shkelur perimetrin e sigurisë duke rrezikuar jetën e tyre. Policia kufitare ndërhyn menjëherë duke bllokuar mjetin lundrues jet ski dhe ndëshkuar drejtuesin me masë administrative 500.000 lekë të rinj. Menjëherë pas raportimeve dhe videos të dërguar nga qytetarët në policinë e shtetit, ku shfaqej një mjet lundrues tip jet ski që kishte hyrë në afërsi të bregut në zonën e Karabrunit, duke shkelur perimetrin e sigurisë dhe duke rrezikuar jetën e pushuesve, shërbimet e policisë kufitare të SPK-s Triport në bashkëpunim me njësinë policore detare bën të mundur konstatimin dhe ndalimin e mjetit lundrues, ndërsa po afrohej pranë molit të peshkimit në territorin e SPK Triport. Mjetri lundrues jet ski u bllokua në pikën e bllokimit të mjeteve lundruese afër Smillit, ndërsa drejtuesi i mjetit shtetësi EU u ndëshkua me masë administrative në vlerën 500.000 lekë të rinj. Policia e shtetit apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve lundruese që të respektojnë perimetrin e sigurisë dhe të zbatojnë rregullat e lundrimit me qëllim garantimin e sigurisë të pushuesve përgjatë vijës bregdetare. Një aksident rrugor është shënuar këtë mëngjes në autostradën Lushnjë-Fier në dalje të rreth rrotullimit të Kolonjës. Një mjet tip Audi ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një pemë përgjatë rrugës. Sipas të dhënave të para bëhet fjalë për humbjen e kontrollit të drejtueses mbi mjetin që ka shkaktuar dhe daljen nga rruga me shpejtësi të lartë. Një aksident rrugor është shënuar këtë mëngjes në autostradën Lushnjë-Fier në dalje të rreth rrotullimit të Kolonjës. Një mjet tip Audi ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një pemë përgjatë rrugës. Nga përplasja është dëmtuar dhe ka përfunduar në spital një shtetase rreth 65 vjeç, ndërsa drejtuesi i mjetit nuk ka pasur probleme. Policia e qarkullimit rrugor në vendngjarje për të zbardhur shkaqjet e aksidentit, ndërsa po merret dhe me disiplinimin e trafikut rrugor tepër të ngarkuar. Sipas të dhënave të para, bëhet fjalë për humbjen e kontrollit të drejtueses mbi mjetin që ka shkaktuar
drejtuar dhe dalin nga rruga me shpejtësi të lartë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka vendosur pezullimin e menjëhershëm nga detyrat të drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë Elidon Çela. Besimi i publikut për Policinë e Shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi i tij nuk mund të justifikohet në asnjë rast, thot policia. Në ndjesën publike për raportimin e gabuar lidhur me qytetarin që në fakt nuk është futur me forcë brenda rrethimit të kantierit, si kundër është raportuar, ka ardhur dhe pezullimi zinxhir i komandës së Vlorës. Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit ka ardhur me një komunikim zyrtar për situatën e ndodhur ditën e shtunë në zonën e Portonovës. Sipas komunikimit zyrtar, Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit bën me dije se identifikohet, kapet dhe arrestohet punonjësi i shoqërisë private të sigurisë së kantierit që goditi me grusht shtetasin S. Ndërkohë nis hetimi disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës. Menjëherë, pas publikimit të pamjeve filmike ku shfaqet një punonjës i shoqërisë private të sigurisë duke goditur me grusht shtetasin S, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit urdhëroi ngritjen e një grupi të posaçëm hetimor për të analizuar dhe hetuar të gjitha veprimet e ndodhura gjatë tubimit të zhvilluar në datën 30/5/2026 nga banorët e fshatit Zvërnec, në vendin e quajtur Portonov. Në vijim të veprimeve hetimore, u bë identifikimi dhe shoqërimi i punonjësit të shoqërisë private të sigurisë shtetasit GB 32 vjeç banues në Durrës, i cili në përfundim të veprimeve të para hetimore u arrestua në flagrancë i dyshuar për vepra penale, heqja e palishme e lirisë dhe plagosje e lehtë me dashje. Ky shtetas ka goditur me grusht shtetasin S dhe më pas në bashkëpunim me shtetasit AG dhe GV të dy të proceduar penalisht e kanë tërhequr me forcë drejt vendit të rezervuar për roje duke shkaktuar dëmtime të lehta trupore. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit bën me dije se paralelisht me veprimet hetimore, drejtori i përgjithshëm ka urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në Policinë e Shtetit për nisjen e menjëhershme të hetimit disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, në lidhje me masat dhe menaxhimin e tubimit të zhvilluar ditën e dieshme. Policia e Shtetit është e vendosur të respektojë të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve, të garantojë sigurinë e jetës dhe pronës, si dhe të ndëshkojë çdo punonjës policie që neglizhon detyrën apo abuzon me të. Do të ndalemi të zhvillimet kulturore. Mjeshtri i madh i polifonisë Sejme Ngjokoli bën dhe thekson me dije se shteti duhet të mbështesë më tepër grupet e këngës tradicionale, asaj popullore dhe polifonisë. Sipas Ngjokolit, kushdo që merr pjesë në festivale duhet të vlerësohet ekonomikisht. Ky vlerësim nuk duhet vetëm si një mbështetje me vlerë monetare ndaj grupeve, por si një vlerësim që i bëhet mbajtjes gjallë të traditës dhe trashëgimisë kulturore kombëtare. Shteti duhet të mbështesë më tepër grupet e këngës tradicionale, asaj popullore dhe polifonisë. Sejme Ngjokoli, mjeshtër i madh i polifonisë, thotë se mbështetja duhet të vijë me krijimin e festivaleve të ndryshme tipologjike ku këto grupe të marrin pjesë dhe të shpalosin vlerat e tyre. Sipas Ngjokolit, kushdo që merr pjesë në këto festivale duhet të vlerësohet ekonomikisht. Ky vlerësim nuk duhet parë vetëm si një mbështetje me vlerë monetare ndaj grupeve, por si një vlerësim që i bëhet mbajtjes gjallë të traditës dhe kulturës kombëtare. Shiko, para se të them këtë, unë do të thosha që duhet jemi të kujdesshëm në një gjë, duhet të dallojmë kur kjo këngë ftohet nga institucionet apo nga grupe shoqërore, apo po them në një ditëlindje, në një dasëm, në një fest. Kjo po, duhet të shkosh edhe pse jo, edhe të marrësh mbrapsht atë punë që ti bën e tjera si gjithë vlerat e tjera. Po në rast se ne këtë pastaj e kthejmë një këngë që dikush porosit atje, dikush porosit këtu, dikush për një gjë, dikush për një gjë tjetër, atëherë këtë këngë ne e kalojmë tamam sikur jemi në një treg dhe të arrijmë që ne të orientojmë këngën tradicionale në këtë drejtim, do të thotë që i kemi bërë një dëm të madh, jo thjesht asaj treve që këndohet kjo këngë, po i kemi bërë një dëm të madh kombit, sepse to janë inde të drejt për drejta të trashëgimisë kombëtare. Pra këtë duhet mendoj. Kështu e lidhur me pyetjen tuaj, unë do të thoshja. Sot është e vështirë sepse këto janë edhe krijime, po janë edhe mënyra të kënduari shpirtërore, domethënë mblidhen njerëzit, ata që u jepet për këtë punë, sepse jo të gjithëve u jepet, dhe hajtë të bëjmë një këngë, hajtë të këndojmë një këngë, kjo mund të jetë edhe
qenë e formatuar pasaj në një grup apo në një asamble apo një gjë tjetër. Dhe kjo duhet ndarë nga ajo përkujdesja që institucionet e shtetit duhet të tregojnë. Unë për shembull mendoj që ky është rasti që shteti të tregojë përkujdesje. Kur ai organizon një festival, po themu tipologjik, apo organizon një festival të kësaj natyre, ku zhvillohet ky festival me këtë produkt shpirtëror që e mbartin dhe e interpretojnë këta njerëz, atëherë këtu shpërblimi duhet jetë ai që meritojnë. Dhe jo të jetë një shpërblim siç po ndodh deri tani, një shpërblim për t'u gjendur, e kupton, duke i dhënë një darkë apo një drek, që edhe rrugët për të ardhur atje në vendin që zhvillohet ky aktivitet duhet t'i gjejnë vetë, t'i paguajnë vetë. Tu se s'bën, shteti duhet të vendosë standarde në pagesë, sepse nuk është talli se ne këtu paguajmë një bartës caktuar apo një grup njerëzish. Ne këtu investojmë për trashëgimin ton shpirtërore. Dhe nëse këtë trashëgimi ne duhet ta mbajmë, duhet ta gëzojmë edhe si amanet të brezave, ne duhet të investojmë. Po investohet pikrisht në këto produkte që i shërbejnë kombit në radhë parë, i shërbejnë ardhmërisë dhe jo raste pas rasti e kupton dhe pretendojmë që pse nuk po vështron njeri për ne, pse nuk shikon njeri për ne. Këto janë rastet që duhet shikuar vërtet. Për mua organizimi i festivaleve tipologjike që organizohen nga institucionet e Ministrisë Kulturës duhet ta rishikojnë dhe duhet me njëherë të bëjmë vlerësimin e duhur edhe në pagesat që u bëjnë këtyre interpretëve. Kënga duhet të trashëgohet nga brezi në brez dhe ky duhet të jetë një mision i çdo këngëtari. Gjokoli mendon se kënga nuk duhet të kultivohet vetëm si një pasion i gjithë secilit, por duhet të shihet si një mision që ashtu siç na i kanë trashëguar baballarët tan, ta trashëgojnë te brezi i ri, por pa i humbur vlerat që ka. Ashtu si çdo fushë tjetër e jetës, edhe të kënduarit ka ndryshuar tepër. Kjo pasi shumë këngëtarë su zgjedhin të këndojnë kujdo, duke mos qenë të kujdesshëm në përzgjedhjen e tematikës, por thjesht të kujdesen për financat e tyre. Do të ndalemi tek 32.000 qytetarët e Kosovës, të cilët janë drejtuar Shqipërisë për të kaluar ditët e pushimit në Bregdet. Sipas të dhënave të autoriteteve gjatë 24 orëve të fundit në kufirin Shqipëri-Kosovë, janë regjistruar rritje të ndjeshme të lëvizjeve në pikën kufitare të Morinës për të shfrytzuar fundjavën dhe nisjen e sezonit veror për pushime pranë detit. Fundjava ka shënuar rritje të ndjeshme të lëvizjeve në pikën kufitare të Morinës, ndërsa mira e qytetarë nga Kosova janë drejtuar Shqipërisë për të kaluar ditët e pushimit në Bregdet. Sipas të dhënave të autoriteteve gjatë 24 orëve të fundit në kufirin Shqipëri-Kosovë, janë regjistruar 32.453 hyrje-dalje shtetasish dhe 11.198 automjete. Në territorin shqiptar kanë hyrë 18.317 qytetarë me 6.746 automjete, ndërsa kanë dalë 14.136 shtetas me 4.452 automjete. Shumica e udhëtarëve kanë zgjedhur si destinacion Bregdetin shqiptar, duke shfrytzuar fundjavën dhe nisjen e sezonit veror për pushime pranë detit. Për të përballuar fluksin e lartë në pikën kufitare të Morinës, janë në funksion 12 sportele në hyrje dhe dalje. Zbatimi i procedurës së përshpejtuar të kontrollit në kuadër të marrëveshjes së lëvizjes së lirë mes Shqipërisë dhe Kosovës ka mundësuar kalim të shpejtë të udhëtarëve dhe shmangje të radhëve të gjata. Ju përshëndes dhe falenderoj për vëmendjen. Miropafshi.